Vuani nga pagjumësia, ky ushqim ju vendos në gjumë në kohë rekord, jasi ta konsumoni. Ajo që ham, veçanërisht përpara se të flem, mund të ndikojë ndjeshëm në gjumin tonë. Ushqimi si mishi pulës, banana dhe arrat ndihmojnë në rritjen e prodhimit të serotoninës dhe melatoninës, hormone këto thelbësore për rregullimin e cikleve tuaja të gjumit. Drithrat integrale, të cilat janë të pasur me karbohidrate komplekse. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të përmirësojnë gjithashtu ndjeshëm cilësinë tuaj të gjumit gjatë natës. Por cilat janë përfitimet kryesore të disa ushqimeve që mund t'i konsumoni përpara gjumit? Bananet dhe arrat të kombinuara mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Të pasurat gjithashtu me nivele shumë të mira të magneziumit tripofanit, ato ndihmojnë në relaksimin e muskujve dhe nxisin një prodhim më të mirë të melatoninës, duke ofruar një gjumë cilësor dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni që t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Rëndësia e madhe ushqyese e tyre do t'jetë gjithashtu mjaft e mirë. Pula dhe peshku. Burime të mira të proteinave me pak yndyrë të pasur me tripofan mund të jenë një arsye shumë e mirë për të nxitur gjumin ideal edhe për të lehtësuar edhe problemet e tretjes. Nëse vuani nga pagjumësia, sigurohuni që dietën tuaj ta pasuroni me produkte sa më natyrale, vetëm kështu do ta keni më të lehtë t'i bëni ballë edhe problemeve të saj. Nëse vuani nga nivelet e larta të pagjumësisë, në këtë video do të rendisim disa nga ushqimet më të pasura me element që lehtësojnë këtë shqetësim dhe ju ndihmojnë që të arrini gjumin e duhur, sidomos në situatat stresuese. Në ditët e sotme, kërkime shkencore moderne tregojnë se gati 90% e njerëzve vuajnë nga pamjoftueshmëria e domosdoshme për nxitjen e gjumit, e cila është e rëndësishme për aspekte të ndryshme të shëndetit. Pamjoftueshmëria e këtyre përbërësve ka lidhje me pagjumësinë, kontraktimet muskulore, stresin, sindromet premenstruale, gjithashtu edhe shëndetin e zorëve, duke sjellë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjithashtu, nëse vuani nga pagjumësia, në dietën tuaj mund të shtoni këto produkte natyrale si spinaçi. Spinaçi është një nga burimet të shkëlqyera që mund të përfshihet lehtë në vaktet tuaja ushqyese. Konsumi i tij brenda normës dhe në maturimin e duhur mund të jetë një përzgjedhje e mirë për shëndetin tuaj në lehtësimin e problemeve të pagjumësisë dhe rritjes së rezistencës së cilësisë së gjumit. Gjithashtu, salmoni është një produkt shumë i rëndësishëm ushqyes për dietën tuaj. Peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është i pasur me acide yndyrore siç janë për shembull omega-3 dhe vitamina D. Një kombinim i dobishëm për këto të dyja ndihmon në trajtimin e pagjumësisë dhe ndihmon gjithashtu në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se do të nxjisë edhe cilësinë më të mirë të gjumit. Bajamet dhe arrat gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë për rastin tuaj. Ato janë të pasura me element të melatoninës, gjithashtu janë të pasura me nivele shumë të mira të kalciumit, magnezit, minerale që relaksojnë muskujt. Arrat kanë veti të ngjashme që përmbajnë tripofan, aminoacidi që shkakton edhe gjumin. Gjithashtu ato janë të pasura me acide yndyrore që rrisin dhe përmirësojnë nivelin e serotoninës. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoideve dhe apigeninës. Nga njëra anë, flavonoidet zvogëlojnë inflamacionin që shkakton gjumin dhe nga ana tjetër, apigenin është një antioksidant që promovon përgjumin dhe zvogëlon efektet e pagjumësisë. Lule pasioni njihet për efektet e saj që ka në pagjumësi, ankth dhe në dhimbje. Kivi gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Një studim tregoi se ajo ndihmon që të flini më mirë dhe më shpejt. Besoj se nivelet e larta të serotoninës në kivi janë arsye kryesore pse është kaq e dobishme edhe për gjumin. Orizi i bardhë. Për shkak të niveleve të larta të glicemisë, orizi i bardhë promovon gjumin tuaj cilësor. Një studim tregoi se të vegjëlit që konsumojnë gjithashtu këto produkte janë më pak të prekur nga problemet e pagjumësisë.
Konsumi i ushqyerjes së duhur dhe parandalimin e komplikacioneve ndikuese mund të jenë çelësi më i mirë ushqyes në një betejë kundër shqetësimeve që shkakton edhe pagjumësia në shëndetin tuaj. Nëse jeni një person që vuani përikohesh nga pagjumësia, përgatituni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese në dobi të organizmit. Qershit dhe lëngu i vishnjave është i mirë në rastin tuaj. Ato janë të pasura me nivele shumë të larta të antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve të duhura. Falë këtyre vetive, ato luftojnë pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe gjithashtu rrisin edhe rezistencën e organizmit dhe nivelin e melatoninës. Dhe do ju ndihmojnë në dukshëm për të arritur një gjumë cilësor dhe të parandaloni gjithashtu krijimin e shqetësimeve të tij. Në dietën tuaj, në rast se vuani nga pagjumësia, nuk duhet të mungojë as konsumi i bollgurit, që është një element shumë i mirë ushqyes për rastet e pagjumësisë. Tërshëra dhe bollguri përmbajnë nivele shumë të mira të tripofanit. Gjithashtu ato janë të pasura me vitaminën B, e cila ndihmon në prodhimin e serotoninës. Kjo vitaminë është një mburojë mrekullueshme kundër kolesterolit dhe megjithatë është një antioksidant i shkëlqyer në rastin tuaj shëndetësor. Vetëm siguroni t'i konsumoni si duhet në dietën tuaj, dhe kështu rëndësia e tyre do të jetë e menjëhershme dhe e shumë pritur. Ekspertët thonë se konsumi i produkteve të duhura ushqyese dhe balanca e duhur shëndetësore mund të luajë një rol fantastik në reduktimin e problemeve që sjell pagjumësia dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të saj. Personat të cilët vuajnë nga shqetësimet e pagjumësisë e kanë të vështirë të mbajnë nën kontroll edhe një shqetësim të tillë. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, përpara se të bëni trajtime të specializuara, sigurohuni të rregulloni dietën tuaj ushqyese, e cila do ju ndihmojë dukshëm në këtë rast. Bajamet, ato janë një zgjedhje e shkëlqyer sepse do të përmbajnë nivele të mira të magnezit, i cili ndihmon në relaksimin e muskujve dhe nxit gjithashtu një gjumë më cilësor. Bajamet janë shumë të pasura me nivele të larta të melatoninës dhe elemente të tjerë të yndyrnave të shëndetshme të cilat ju ndihmojnë kështu të jeni më të ngopur gjatë natës dhe të parandaloni komplikacionet. Kosi i përgatitur vetë në shtëpi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Kosi është i pasur me nivele të mira të proteinave të cilat ndihmojnë në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak, gjë që ndihmon edhe në arritjen e ngopjes. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të mira të tripofanit, një aminoacid e cili ndihmon në prodhimin e serotoninës, një neurotransmetues që shndrohet në melatonin. Veza e zier gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Kështu, ajo do të japë rezultate të duhura në mbrojtjen e organizmit. Duke i krahasuar me ato me ushqime të tjera të pasura edhe me proteinë, veza e zier është plot me proteinë që përmban aminoacide dhe tripofan. Vezët e ziera janë të pasura me element të lartë ushqyes që do të bëjnë dallimin gjithashtu që nxisin prodhimin e serotoninës dhe të melatoninës, që ndihmojnë të keni një gjumë cilësor dhe të parandaloni krijimin e shqetësimeve të tij gjatë natës. Në rast se vuani nga pagjumësia, është e këshillueshme që sipas ekspertëve të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqimeve në dietën tuaj. Kështu do ta keni më pak të rëndë problemin dhe do ta keni më të lehtë edhe trajtimin. Por ka edhe ushqime të cilat nuk duhet t'i konsumoni përpara se të shkoni për të fjetur, për të shmangur probleme me tretjen që mund të ndërpresin gjumin. Nutricionistët këshillojnë të shmangni darkën e bollshme dhe me sasi të tepërt të yndyrës. Këto ushqime mund të shkaktojnë probleme të urthit, madje edhe në disa raste probleme me refluksin, duke bërë kështu atë më të vështirë për t'ju zënë gjumi gjatë natës. Për më tepër, është thelbësore të shmangni produktet me kafeinë të tilla si kafet, çajin ose disa pije të tjera alkolike, të cilat mund të ndikojnë në përkeqësimin e situatave tuaja. Çokolata e zezë përmban nivele shumë të mira të kafeinës dhe elementeve të cilët stimulojnë sistemin nervor dhe pengojnë gjumin. Darka e vonë që konsumohet të rëndë është e dëmshme për situatën tuaj
dhe mund të nxjisë gjithashtu përkeçimin e problemeve dhe të shkaktojë edhe një rëndesë më të madhe të organizmit. Nëse jeni një person që konsumoni ushqime të rënda në darkë, përgatituni të keni edhe shqetësimet e para të plota kundër këtyre problemeve. Është e rëndësishme që të konsumoni përveç ushqimeve edhe përmbajtje të lartë të elementeve të kalorive të cilat nuk do të ndikojnë në përkeçimin e situatës suaj. Në rast se jeni një person që vuani nga pagjumësia, sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të produkteve të rëndësishme ushqyese që do ta keni më të lehtë më pas edhe menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se personat të cilët vuajnë nga pagjumësia duhet të bëjnë përzgjedhjen e tyre ushqyese në menaxhimin e këtyre situatave dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve që ato sjellin edhe me kalimin e moshës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.